Kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë e nisjes së punimeve për ndërtimin në Tropoj të parkut eolik, që pritet të prodhojë 600 megawatt energji të rinovueshme. Projekti për këtë park eolik po realizohet nga një kompani amerikane. Kryeministri Rama në fjalën e tij tha se Shqipëria do të përfshihet në listën e vendeve të pakta në botë, që do të sigurojë 100% energji elektrike nga prodhimi vendas brenda vitit 2030 dhe pas kësaj periudhe në këtë sektor vetëm do të eksportojë. Edhe ky investim shkon në atë drejtim strategjik dhe në rrugën e përmbushjes së atij objektivi të madh strategjik për ta bërë Shqipërinë një vend sovran në prodhimin e energjisë. Ne kemi pasur për një periudhë gjatë një varësi të plotë nga uji, pra nga shiu, dhe në ndërkohë kemi trashëguar një sistem me aq shumë të çara, sa që kur na ka munguar shiu, na është dashur të dalim në tregun ndërkombëtar dhe të blejmë sasira të mëdha me çmime të kripura, ndërkohë që kur shiu ka ardhur me shumicë, kemi parë që shumë nga kjo vlerë potenciale, që është uji, të derdhet edhe jo vetëm të mos kthehet në energji, po të shkaktojë edhe dëme ndonjëherë të jashtëzakonshme. Koha kur Shqipëria duhet dalin treg për të blerë energji, po shkon drejt fundit dhe ne do të jemi në kategorinë e atyre jo shumë vendeve që gëzojnë pavarësitë plot kur vjen puna tek prodhimi i kësaj lënde vitale për organizmin e një shteti. Ne kemi një portofol që ka nisur të diversifikohet, pra të balancohet, ku uji sigurisht do të mbetet burimi kryesor i prodhimit, por ku energjia e diellit dhe erës kanë filluar të zënë vendin e tyre, vend që deri në fund të kësaj dekade, pra në Shqipërinë 2030, do të jetë 30%. Dhe me këtë 30%, ne do të kemi plotësisht të garantuar se sistemi ynë do të jetë i vetëmjaftueshëm dhe çdo gjë që do të prodhojmë përtej nevojave tona, do ta eksportojmë.